Përparim Rama ka qenë kandidat i pavarur brenda listës së LDK-s, ai vazhdon të jetë kryetari i komunës. Kryetarët e komunave kanë të drejtën e tyre të bëjnë marrëveshje për shumicën që ata konsiderojnë. Po nuk mund të them që ne kemi marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra LDK-ja nuk ka bërë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Kam komunikuar edhe me Bedri Hamzën këtë çështje. Kemi thonë, kemi marrëveshje, thamë jo s'kemi marrëveshje. Përparim Rama ka qenë kandidat i pavarur brenda listës së LDK-s, ai vazhdon të jetë kryetari i komunës dhe LDK-ja me çdo forcë të vetën, aq sa mundet dhe aq sa krijohet hapësirë, do të kontribuojnë në realizimin e programit fitues të LDK-s në Prishtinë. Mos harroni, ne kemi marrë mbështetje qytetare për këtë punë, jemi të interesuar të ndihmojmë Prishtinën, por nëse ju më pyesni, a kemi marrëveshje me PDK-n, nuk ka një marrëveshje të tillë dhe s'ka pas diskutime për bashkëqeverisje me PDK-n. Por janë marrëveshje të kryetarit të komunës me parti tjera që i bën të tjerët. Por LDK-ja nuk ka një marrëveshje të tillë.